Prandaj këtu, spaku në rast se do jetë në nivelin e durë dhe kështu me radhë, duhet ta shikoj, por do të them një gjë që ta kam thënë edhe po ta përsëris, në rast se ky libri ka pikërisht atë që kemi thënë këtu ne, që ky libër ka dalë në një moment ku janë përplasur pushtetet, pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv, me kë pushtet? Me pushtetin ekonomik. Po prit, tek pushteti ekonomik, se tek ky libri do flasim tani, janë dy segmente. Zhvillimi ekonomik që nënkupton ata të cilët din të bëjnë zhvillim ekonomik, janë biznesmen, dhe ana tjetër është oligarkik, ata të cilët Rama i ka bërë me një SHPK merr dhe tender. Tani këto të dy segmente janë përplasur me njëri tjetrin. Dhe këto pikërisht segmente kanë sjellur librin kundrejt Edi Ramës. Tani do të shikojmë, do të jetë një spak i cili do të jetë në linjën e Edi Ramës, apo do të jetë një spak i cili do të kërkojë të shkojë tek zona e saj sepse ka humbur ndërkohë gjithë kësaj kohë tek ajo zonë që themi të shtetit së drejtës. Prandaj gjithë kjo mbetet për tu parë se tani e tutje nuk jemi më në një situatë ku Rama krenohej për drejtësinë që ka bërë. Se Rama mund të krenohej sepse mashtron popullin në këtë anë. Por nga ana tjetër, duhet të shikojmë se si Rama do të përfundoj veten e tij, jo për shkak të dienis çfarë po i bën vetes, po për shkak se ai e trazoi edhe filloi dhe bëri goditje midis pushtetës. Dhe në rast se ne kemi të bëjmë me goditje midis pushtetesh, do të thotë që këtu kemi të bëjmë me një sakrificë që po bën Rama për veten e tij, personalisht, dhe jo më për Partinë Socialiste. Prandaj duhet kujdes kjo që po ju them. Edhe me librin, po edhe libra të tjera që janë brenda dhe jashtë vendit. Edhe ato sidomos jashtë vendit janë më të tmerrshme. Janë libra dhe libra të cilët kanë qenë A4, po janë shtuar për shkak të volumit. Dhe qartë. Faleminderit Zhdima. Në pikpamjen tuaj, Karandxa si ish prokuror, nëse lexoni këtë libër, besoj ju keni parë faqen nga ky, konstatoni vepër penale dhe mundet të nis pak një hetim kryesisht, sepse akoma nuk ka kallëzim, po do ketë kallëzim, ë? Unë kam parasysh, po vetëm diçka të servet e protestat dhe do i përgjigjem pyetjes tuaj. Në lidhje me protestën shkurt vetëm një rresht, ka 35 ditë që bëhet nuk ka ndodhur asnjë lloj veprimi dhune. Pra duhet të hetohet këta persona mos janë të futur apo jo, se duket e çuditshme. Pra ata, domethënë deri para 10 ditësh që ndodhi vrasja e policit në Korçë, në zonën e Korçës, i dhan lule policëve si ka mundësi shkojnë. Pra personat që kanë goditur mjetet e policisë dhe ka qenë jashtë duhet të hetohet sepse mund të jenë të futur me qëllim për dëmtuar imazhin e protestës. Ata nuk ka kush jeton Karandxa, ata themin që ata nuk ka kush jeton në rast se mund të jenë të futur. Ata janë të futur. Edhe janë të futur, edhe paguan që do bëjnë. Bëjnë edhe burg sepse janë të pa punë, ata rrin kot pinë kafe, e pi kafen te burgu. Pra i fusin çunat i bën ja 6-8 në i vit burg, i bë kaq burg për legu kafe dhe sa janë aty se burgjet janë keq në burg aty, shnoqen. Tu do vjet ata pak burg për shefin, nuk do e bësh ti. Pak burg, atë bën ai bade, e pash ato nga forma e goditjes ato deri 2 vjet burg bajnë. Tani për sa i përket librit Albanian Files. Për këtë libër, në parim një libër është libër. Ai që e ka bërë sa për shkakun që bën librin nuk është se bën librin me bë vepër penale, bën dhe e bën vet. Pra, një libër në parim nuk ka as edhe një lloj gjëje. Pra, është bërë një libër, janë 523 projekte që janë bërë në Shqipëri deri këtu që Shqipëria, domethënë, po ka zhvillim. Por mendimi im kush është? Pra, me që po diskutojmë te hetimi dhe si duhet të orientohet hetimi. Ne na rezulton që janë disa projekte në fshehtësi. Pra, diskutohet për zonat mbrojtëra dhe domethënë është koha në dinamikë që ligji i zonave të mbrojtëra është ndryshuar. Shikojnë këto projekte, domethënë pse është ndryshuar ligji, pra ta hetojnë në kompleksitet jo thjesht si një libër. Pra projektet e zonave të mbrojtëra që ishte një pjesë e mirë, duhet të verifikohen. Dhe dyta, pse kjo fshehtësi? Ç'është kjo? Janë sa aty që s'dihet kush janë zhvilluesit fare. Po pse me fshehtësi? Në çdo vend, në çdo shoqëri demokratike, madje edhe në vende diktatoriale, kur bëhen vepra, se këto nuk janë vepra ushtarake që janë sekret. Pra do bëhen tunelet dhe janë sekret sepse kur të goditen nesër me raketa, do të thonë të mos ketë projektin armiku. Këto janë projekte sipërfaqësore, nuk ka pse të jenë sekret, duhet të jenë për publikun. Dhe duhet të jemi sepse në Tiranë dhe në çdo vend të Shqipërisë, tjetër pamje t'jepet para aty dhe tjetër pamje del në zbatim. Çfarë është kjo?
Ti pse na jepi libër, pse na jep gati gjellën gati. Ne duam transparencë kur ta marrim vesh. Bandi edhe sot po ti vesh kuzhinat në Tiranë, në gjithë restoranti ke me xham, që edhe klientit shohin se si gatuhet gjella, pastërti, tenxhet. Kurse këtu te libër na se e diun këtë punë. Kush je ti? Pra që këtu të lind një dyshim. Sepse mund të ketë veprat, janë veprat që bëhen për vendin, janë pozitive, por kur bëhen në mënyrë të atill, kur bëhen gjëja investimet huaja që investimet kanë ndërshtuar totalisht në Shqipëri, e kanë grabitur Shqipërinë, pra dalim komplet ka të kundër që të lind vendi për hetim. Ja vdiq në prenjës librazht, sot në mëngjes fatkeqësisht duke ecur një kam përshtypjen një ri, kishte rënë guri nga ande kishte vdekur domethënë nga rruga, ai ishte tragjike si rast. Tani duhet shifen kush janë këto kompani. Janë me vërtet aq të njohura se mund të jetë dështak në vendin e vet. Dhe ne na japin se njohur, ne nuk e njohim. Janë kompani kush janë? Pra do shifen, janë dështak në vendin e vet apo janë me vërtet kompani serioze. Duhet parë këto kompani a kanë lidhje, sepse praktika SPAK-u tashmë është e qartë rasti Arben Ahmete. Pra përfituesët e tenderave kanë pasur rrugë jashtë shtetit, kanë shkuar, kanë qëndruar në për hotele jashtë shtetit apo ja. Pra duhet verifikuar sepse me që po diskutohet dhe ka dyshime, për këtë duhet të shifet dhe lidhja e projektuesve me qeveritarët dhe me zyrtarët e lartë e zbardh të çështjes, nëse dalin lidhjet, pra rrugët jashtë shtetit, ku kanë qëndruar, në çfarë hotelesh, kush i ka paguar hotelet, sepse kemi praktik tashmë se s'mund themi që sepse më përpara nuk është marrë kush me këtë, pa ne edhe në hotel ta paguvi s'prish më. Se sot me praktikën e re, që është me rastin e Ben Ahmete, i bi që duhet të parë gjithë ta zyrtarët kush janë. Dhe vlera, sa është vlera e projektit, sa është për metër katror, është pagu të vëshë, pse, sa është vlera, sepse unë me shpo kuptoj Karandxha nga gjithë analizën tuaj, sepse ju e njihni mirë procedurën hetimore, unë kuptoj që nëse nga jo çfarë ju thatë, nëse merr atë libër ka indicje për të bërë hetime, pra për të zbuluar diçka më shumë, një pjesë e kompanive janë sekrete. Pra ka mundësi aty që detohet diçka. Po pra, a këto kompani që kanë vepra penale direkt nuk konstatohet vepra penale direkt. Vepra penale në libër, ku lexon një libër janë projekte të bukura që në parim është zhvillim. Por nëse ky është bërë një zhvillim, pra është bërë një pavarësisht se është kel procedura ligjore për bërjen e për këto projekte, sepse procedura ligjore është gjë tjetër. Pra duhet të respektuar ligji, ndikimin në midis e tjerë. Këto kemi në parim. Pra kemi arkitekt të cilët mendojnë, shkojnë aty dhe thonë këtu duhet bërë kjo. Ai nuk di është zonë e mbrojtur, mund të jetë shpella Ariut aty për shkak, mund të jetë një shpellë që janë këto të kafshë thonë s'duhet bërë. Kurse ai është shef nga ana vet. Mendoj që kjo me që janë projekte dhe janë investuar para, kjo duhet parë, domethënë dhe notarën pse jo, këto nëse janë të mira për vendin, të investohet. Po të investohet sipas rregullave, të dim investitorin nga vjen çfarë përfiton konkretisht populli shqiptar. Pra, kjo është tokë shtetërore, është tokë privat, sa përqindje ka në investim, sepse mos jepet Shqipëria €1. Ja, ne nuk e duam Shqipërinë, sepse sot po ka vlerë vendi. Sot Shqipëria dhe populli shqiptar në çdo projekt duhet di se sa merr fizikisht dhe zbatimi i tij është shumë i rëndësishëm. Kemi raste që është grabitur pasuria shqiptare e popullit shqiptar. Ke minjerat që janë grabitur, që janë rrjepur, edhe janë prishur edhe shtresat e shfrytëzimit, janë marrë shtresat të cilët kanë dëmtuar dhe minjerën nxjerrën jashtë funksionit, kemi bankresin, kemi dhe burimet të tjera që po petroli do se u bë një kështu, domethënë një marrëveshje me një kompani italiane, kompania Eni ka ajo dhe është një marrëveshje tash për Alpetrolin, ëh. Po kjo duhet të jetë transparente, që ta dimë çfarë fitojmë ne. Sepse me ecme këtë dhe me dalë gjithë me humi atëherë më mirë ta më ti vim çecin. E paqartë është dhe kjo Albert. Prandaj neve është e paqartë dhe me drejt shqiptarët dhe protestuesit. Çfarë po bëhet këtu? Ç'është ky libër? Ai mund të jetë shumë i mirë, por specialistët duhet ta shohin, sepse është një studim i bërë nga inxhinierët tuaj, pa e paragjykuar, por ne duhet të respektojmë të drejtën publike të brendshme. Pra, respektimi i drejtës publike është shumë i rëndësishëm. Po të kemi parasysh dhe Gjermania naziste kur u shkatru sistemi i qëra Rajhu i tretë që me rënien e Berlinit, po të kemi parasysh
shkencëtarët e raketave Von Braun shku në Amerikë dhe ishin Von Braun ishte ndër të parët dhe grupi shkencëtarëve që Louis Armstrongu arritin hon. Pra raketat e projektuara ata ishin shumë mira dhe u morën, pra mund të jetë gjë e mirë. Por ne në mungesë të transparencës, bërja e gjërave fshetas dhe këto surpriza të menjëhershme lind dyshimin. Ai projekt mund të jetë i mirë, pa e paragjykuar, mund të jetë shumë të mira, ta shohim, ndikohet midis pa të mblidhen gjithë njerëzit, thjesht t'japin mendim. Edhe me konventa ndërkombëtare, mendimi publikut i banorëve. Pra ti ke shtëpinë tate aty ando dhe nuk e di që te shtëpia jote do bëhet një shtëpi në formë trekëndshi, se është një projekt. Ti nuk e di ti jam shtëpi tate. E vërtet është Karanja, mungesa e transparencës sigurisht edhe ajo çfarë lypet kryesisht nga qytetarët shqiptar kur i besojnë qeverisë, pra mandatin e plotë e vot besojnë, sigurisht kërkohet transparencë për projektet, për investime, sepse këto nuk janë gjëra që kalojnë lehtë. Ato janë le të themi ndërtime që ngelen aty për vite e shekuj me radhë, kështu që ndikimi i tyre është i madh. Minimale që mund bëhet është transparenca, pastaj sigurisht llogaridhënia është një tjetër histori. Të lutem regjia, duhet kemi një foto që ka bërë Financial Times, prestigjozja ndërkombëtare e çështjeve, le të themi ekonomike, ka bërë një shkrim ditën e kaluar e ka publikuar të premten, edhe thot në krye titulli: Jared Kushner dhe Ivanka Trump planifikojnë kompleksin luksoz rezidencial i cili mund të kërcënojë rezervat natyrore. Edhe pjesa tjetër e titullit sipër që nuk qen ka këtu thot që flamingot shqiptar po takojnë, pra po përballen me buldozerët e familjes Trump. Si e lexon këtë zhllima? Di është publikuar, ka kaq kohë, domethënë një muaj Financial Times del bien pas një muaj me këtë. Nuk dua të them diçka negative për vendin ton, sepse në të vërtetë dhe pas një egoizëm jemi vendi më i bukur në botë, por gjithsesi çdo shtetas mbron vendin e vet, por nga ana tjetër ne duhet të themi që si ka mundësi që familja Trump vjen në Shqipëri dhe gjithë kjo botë që ato e njohin shumë mirë u magjepsën dhe erdhën në Shqipëri. E vërteta është që po jemi vend i bukur, por kërkohet që të bëjnë investime. Po pse familja Trump tani dhe nuk e bëri familja Trump në mandatin e parë ku babai i zonjës Ivanka ishte president të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht dhëndri i tij dinte që Shqipëria ekzistonte edhe në mandatin e parë. Prandaj duhet të ju sjell në vëmendje përsëri ta kuptojmë bashkërisht të gjithë që sigurisht këto lajmet janë lajme të cilët janë të stisura nga vetë ata të cilët kanë pasur gjithmonë një qëllim, dhe qëllimi është se si të goditet familja Trump pasi të iki nga pushteti, dhe sigurisht që Shqipëria do jetë në vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare, sepse pikërisht zoti Rama ka dalë në disa ose në shumë televizione të ndryshme, në shumë portale, ka dhënë intervista të ndryshme dhe nënkuptohet që është përfshirë edhe familja Trump. Por ju duhet keni parasysh diçka që të jemi realist. Tani flasim për Sazanin apo flasim për Zvërnec? Tani më shpjego pak të mua se kjo është lidhje, sepse parcela flitet për familjen Trump është në Sazan. Tani në Zvërnec pse lidhi më shumë ndërkombëtarët me Zvërnecin familjen Trump? Ju duhet keni parasysh diçka. Prokurorët amerikan të Partisë Demokratike Amerikane, kur do të vi momenti kur do të shërbejnë fondacionit Soros, do fillojnë pra kryesisht një hetim kundër familjes Soros, kur presidenti Trump do të ketë lënë detyrën. Ose mund të nisi qytani dhe të bëhet një konsultim ose një konflikt i brendshëm politik, por gjatë kësaj kohë që është president nuk do të merren me te personalisht ashtu siç janë marrë kur iku nga presidenca në mandatin e parë. Ju e pat shumë mirë çfarë ndodhi me Trumpin para se të kandidonte në parë marronin gjyqet. Nuk marronin gjyqet dhe tani për shkak se Trumpi ka hap shumë vatra zjarri, mirë shumë, djathtas majtas, dhe nënkupton qartësi që Soros dhe demokratët amerikan përpiqen që nesër, kur familja Trump nuk do të jetë më në pushtet, sigurisht që do të fillojnë hetimet kryesisht. Dhe prandaj këto që ndodhin nëpër mediat ndërkombëtare janë të aksesueshme për prokurorë demokrat, të cilët do të bëjnë
një hetim dhe do të përfshijmë familjen Trump në një konflikt ndërkombëtar kur babai ka qenë edhe president të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përfshirja e Jared Kushner dhe Ivanka Trump në zvërnec, duke qenë se ata janë në Sazan, ne me çfarë dim se këtu është problemi i mungesës transparencës kur flasim. A e tregove ti një material, ti personalisht nuk e kam parë në media tjetër, kur ishim këtu studimin e CIA-s. Po, jo, doli dhe në media tjera, jo që është studimi 59-ës. Ti e vendose këtu. E vendosa, po. Ti rikujtojmë qytetarëve. Po. Tani ju mendoni studimi i CIA-s për projekt në përishkullin e Sazanit 59. Gjithë këtë investim dhe do lejoj CIA familjen Trump të vitë bëjnë një investim të tillë. Kush ka qenë propozues që i ka thënë Ivankës hajde në Shqipëri? Është me një shokun e tyre në Jafan. Pra, sepse shoku ose miku. Rothschild, si ka me në se harrova tash. Ska gjë më se nuk na interesojnë këtë gjëra. Pra shoku dhe miku o ta bëjnë gropën o të vlerësojnë. Tani, e vërteta është kjo që ne duhet të kuptojmë diçka shumë konkrete me realitetin. Dhe të jemi konkretisht me realitetin është ky, që ne duhet të kuptojmë që Ivanka është propozuar që të shkojë pikërisht atje. Tek vendi i gabuar. E kanë keq orientuar? Po patjetër, jo bëra plazhun, edhe na bëj ajo tani sikur po ka shkruajt në një libër dhe u dashurova unë me ishullin, e kupton? Ose dashurova unë atë zonë që ti se një gu nga i bjen dhe zi i bjen. Temi realist tani. Përsa i përket këshilltarit, ata ta gjenë vetë. Por është pikërisht edhe kjo që ju po të citoni këtu, edhe ne kemi cituar parë se të na dalin këta këtu, edhe kemi bërë para 1 muaj gjys 2 muaj, që urdhro është tani në konflikt të brendshëm politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ne kemi thënë shumë përpara këtu. Dhe sot të del fakt konkret. Dhe unë po të them që në 2028 do dali fakt konkret, në rast se Rama është kryeministër, Rama thot, shiko, unë do të shkoj të dëshmoj tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse ata kanë. Po do ketë një hetim për këtë. Po do ketë një hetim. Edhe do ketë hetim dhe të kenë parasysh diçka. Do jetë më e keqe se sa me Gonigal u pushua për Edi Ramën në Amerikë dhe nuk bërë kjo administrata që duhet të kishte bërë, të merrte dhe zotin Rama në pyetje dhe është shumë e dhimbshme në rast se nesër Rama bëhet dëshmitar kundër familjes Trump për interes të familjes Soros. E qartë. Mirë, kjo do duhet parë deri në çfarë pikë do shkojmë. Të lutem regjia, do të kemi një foto tjetër sepse do kemi copza të bukura diskutimi sonte për shkuar edhe për të kuptuar më thellë sepse duket se kjo histori është ndërkombëtarizuar tashmë. Reagon Financial Times. Kemi dhe kongresmenin amerikan, Joe Wilson, kongresmen republikan i krahut të Donald Trump, i cili pak ditë më parë ka paraqitur në Kongres një amendament i cili kërkon të hetohet. Pra, dhe unë mund ta them saktësisht se çfarë kërkohet. Jo më vonë se 180 ditë parashikon ky amendament nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, sekretari i shtetit në koordinim me drejtorin e inteligjencës kombëtare do t'u paraqes komiteteve përkatëse të Kongresit një raport të klasifikuar, të përgatitur në përputhje me mbrojtjen e burimeve dhe metodave të inteligjencës, i cili shqyrton 1. Shkallën e narkotrafikut në Shqipëri, 2. Rolin e qeverisë së Shqipërisë në lehtësimin ose mundësimin e këtij narkotrafiku, dhe pjesa tjetër është edhe për represionin politik në Shqipëri. Tani, Karanja, çfarë do thot kjo? Ky është kongresmeni i krahut të Donald Trump. Dhe paraqit, edhe duhet të theksojmë diçka tjetër. Ky kongresmen është shumë i afërt me 2 vëllezërit nga Katari dhe nga informacionet të cilat kanë qarkulluar dhe në media, mund të jetë një nga kumbarët në thonjza dhe të marrëveshjes për projektin e Zvërnecit. Në këto kushte jemi besoj, Karanja. Tani, para se dalim të deklarata, do sqaroj një diçka që duhet të jetë e qartë. Kur vjen një investitor i huaj, ai prona, pra e shef tokën fizikisht, e ka shteti, e ka privati. Pra, do të thënë, dokumentet shtetërore, e thot kush thot me dokument shtetërore ka ky dhe bën një investim. Pra ai nuk e di që në Shqipëri me ligjet e politikanëve tanë të famshëm një tokë kanë 3 veta. E ka shteti, e ka privati, ka dhe e ka dhe trafikanti. Pra, ai s'do hedhin fall.
Pra në Shqipëri, domethënë, një tokë kanë 3 veta, si pasojë politikës të 35 viteve të gabuara. Këtu ka arritur me këto ndërhyrjet, vetëm Vlorë dihet që janë shkarkuar 17 drejtues hipoteke vetëm për këtë punë.